përmendja Allahut subhanahu wa ta'ala, përmendja e Zotit, e cila e mban gjithmonë zemrën e besimtarit dhe besimtares të lidhur me krijuesin e vet, të lidhur me furnizuesin e vet. Edhe se profeti alayhi salatu wasalam në hadithin tjetër thotë se shembulli i atij i cili e përmend Zotin e vet dhe shembulli i atij që nuk e përmend Zotin e vet është si shembulli i të gjallit me të vdekurin. Profeti alayhi salatu wasalam në thotë në hadithin tjetër, aty tregoj për punën më të mirë dhe më të pastër tek Zoti juaj, dhe që është më e larta në grad, në pozit, dhe është më mirë se sa të japësh ar apo argjend, pra të shpenzosh për hir të Allahut ar apo argjend, dhe është më mirë se sa të ndesheni me armikun tuaj në luftë. Sigurisht që ndeshja me armikun ka shpërblim të madh. Kjo punë që ka më e mirë se kjo. Sahabët thanë, bela po si jo, tha dhikrullahi ta'ala, përmendja Allahut të lartësuar. Pra dhikri ka shpërblim të madh në çdo kohë, gjatë gjithë vitit, dhe rritet shpërblimi i tij gjatë muajit të Ramazanit. أحب رضاه